kryesisht kishte aktivitet mashkullor. Ekipet ishin mashkull. Femnat ishin shumë të ralla. Vlen me theksu se me 1991 lidhja sportive e Kosovës, atëre si organi më i lartë sportiv, u suprimua dhe ajo që të ndërpresim aktivitetet e deri tashme dhe të shëndrohemi në sport të ashtu quajturën Kosovë me tohi. Na refuzum ato, kategorikisht, dhe fillum aktivitetin paralel. Me 1991, fillum aktivitetin paralel në kuadër të Republikës Kosovës. Në 1991, fillun të formohen klubet sportive anë kanë Kosovës, edhe në pej, me futbol, filloj, basketbol, handball, ma unë edhe dek tjera sportive. Unë me 1991, nga 24 klube, të cilat morën pjesë në themelimin e shoqatës pavarur në atëherë, u zgjolla si kryetar i shoqatës, të cilën e vërtetoi kuvendi edhe me mandat dytë 1993, shoqata u shndru në lidhjen e sporteve. Do të thonë, unë kam qenë kryetari i lidhjes sporteve prej 1991 deri në 1997 si 2 mandate. Veprojshin edhe sportit, edhe arsimi, unë nikosisht paralel në këto 2 lami, lidhja sporteve me kryesin e vetë, organizoj ke aktivitetin sportiv, organizonte mbledhjen e tubimit të mjeteve për me i shpërnda klubeve, të cilat udhtojshin, të cilat krynin aktivitete të rregullta të ligave, prej futbollit deri te shahu. Kështu që në ato rrethana, ne pos ndërmarrjeve shoqërore, ndërmarrjeve private, dyqaneve, zejtarve, me 1995 në ka ndihmu jashtëzakonisht shumë edhe Këshilli për Finansim, e cila financonte arsimin, shëndetësi, nikosisht vendosit na finanson edhe sportin me 50% të shpenzimeve që bëjshin klubet në udhëtime, në kapakushim, për shembull, vlen me theksu, kjo është shumë interesante, për një udhëtim, një lojtar merrte 2 marka gjermane, referimin ose gjykimin e ndeshjes e paguajshin 5 euro një refer, 5 marka një refer, dhe shpenzimet e udhëtimit, ose me autobus, ose nëse shkon me makinë, derivatet i plotësojnë lidhja. Kështu që deri në 1998, kur gjendja u përkesu, filloi lufta në Kosovë, Drenic, atëre Federata e Sportit Kosovës shpalli moratorium për ndërprerjen e të gjitha garave, sepse ishe gjendje e jashtëzakonshme. Një dhimbje e madhe për të gjatë etapave ishte fakti se gjinia femrore nuk ishte aktive në sport. Megjithatë, Kasapolli nuk e pranoi këtë realitet dhe u angazhua vazhdimisht për të aktivizuar vajzat që kishin dëshirë të merreshin me sport. Kryesisht kishte aktivitet mashkullor. Ekipet ishin mashkull. Femnat ishin shumë të ralla. Aty këtu në judo, unë në ato rrethana, edhe pse të vështira në 96, i mlodha një 42 vajza të 3 shkollave, edhe fillova me punu me to, ishin ato 11 deri në 12 vjeç, 13 vjeç. Punova një 2
2 vite me to në shkollën fillore të marsin në palestër, 2 herë në javë. Ato ishin baza e klubit të ardhshëm Penza, e cila u formu, u themelu në 1912, pikrisht mas mbarimit të luftës. Ato vetë ishin iniciatore, me vazhdu, ato ishin tashma, ishin bo 15 vjeqare, 16 vjeqare, une me disa kolegë vendosa që t'i regjistroj ato në Federatën e Basketbollit. Ditët të para po flas të shlirimit, ishin 13 ekipe të vajzave në Ligën e Kosovës, në mbajmend, edhe këto u regjistruan, filloi jeta sportive edhe ndër vajza. Vlen të theksohet se klubi i basketbollit të femnave Penza ka vazhdu si e vetme 19 vjetë mpej me qenë klubi i vetëm i femnave. Mandej, më vonë, fillon të paraqiten ekipet e volejbollit, ndër vajza, handbollit, kështu që Penza ka qenë një si klub i veçantë i sportit